Ky lloj përfaqësimi pastaj pati dhe problemin e vet, sepse ky përfaqësim u bë i rrezikshëm për ata që ishin dy partitë e mëdha dhe natyrisht këta bën gjithë përpjekjet për ta fraktemarizuar dhe për ta shkatruar protagonizmin social të ndryshëm. Fjala vjen. Në qoftë se Balli Kombëtar është një parti tradicionale, e cila kishte të gjitha bazat për të vazhduar e tillë, si rrjedhim i rrezikut që i prodhoi Berishës, Berisha ndërtoi gjithë skemën dhe prodhoi 3 ballë kombëtar. E njëjta gjë ndodhi me legalitetin, e njëjta gjë ndodhi me Republikanën, e njëjta gjë ndodhi me Partinë e Çamëve. Por po të shikosh të gjitha këto, të cilët Republikanë dy parti? në momentet e parë kanë qenë të tilla, por pastaj ato përfundoi në një parti kiosk, në partinë e Mediut dhe mbeti partia e Medinit. Partia e Mediut është parti kiosk? Po kiosk është. Nuk ekziston strukturë partie republikane në Shqipëri, siç nuk ekziston më parti Balli, siç këto janë parti të cilat shpeshherë i themi se linë e tyre e kanë në makinën e kryetarit. Pse atje ka Aq që seli e tyre është makina e kryetarit. Edhe është shtëpia ku ruhet ashtu quajtur arkive partisë, që vetvete nuk është gjë tjetër veçse marrëdhënia që bëjnë me shtetin, jo financimi nga shteti.